Ish kryeministri Sali Berisha ka hedhur akuzat të forta ndaj qeverisë Rama për atë që ai e cilësoi si farsa më kriminale elektorale në historinë e vendit, duke denoncuar manipulimin masiv të votave të diasporës në zgjedhjen 11 maj 2025. Sipas tij, kompania postare DHL ka shkelur kontratën duke përfshirë nën kontraktorë që kanë bashkëpunuar ngushtë me Partinë Socialiste, ndërkohë që mira zarfa me vota janë mbushur nga patronazhistë dhe jo nga qytetarët. Se organizon një farsë, siç më thoshte miku im I çmuar, një lloj si Mugabe 30 vite më parë në Zimbabwe. Në Zimbabwe. Se edhe Mugabe thoshte bëj zgjedhje, zgjidhen. Kështu që këto janë të prandaj dhe këtu ka një moment një kor I tërë altoparlantësh të qeverisë bëjnë gjithçka për të mjegulluar këtë masakër apo këtë grabitje ditën për drek, haptas, jo fshehtas, se aktet madhore janë me vendim qeverie. Dhe merren pastaj se të justifikojnë duke treguar se nuk kanë asnjë standard moral përveç se lake të shpifur të narkodiktaturës. Berisha theksoi se manipulimi nuk është kufizuar vetëm në Greqi, por ka ndodhur edhe në Itali dhe vende të tjera. Ai publikoi disa të dhëna sipas të cilave, në disa qarqe, numri I zarfeve të numëruar ka tejkaluar atë të votave të dërguara nga jashtë, duke konsideruar këtë si provë të qartë ndërhyrjes kriminale në proces. Po ashtu, ai përfshirë dhe postën shqiptare në skemën e dyshuar të manipulimit, duke akuzuar për bashkëpunim në ribërjen e 3 zarfeve. Asnjë letër nuk është dërguar. Është dërguar, letra është letër, raporti është raport. Është një raport paraprak që është shpërnda në një numër adresash në Europë dhe në Shtetet Bashkuara. Në Europë dhe në Shtetet Bashkuara, një raport fare paraprak, I cili nuk ka asnjë gjë tjetër përveç këtyre që u them unë këtu, asnjë paragraf, asnjë rrjesh tjetër. Ne po sensibilizojmë komunitetin ndërkombëtar për farsën zgjedhore që ndodhi me 11 maj. Ky është objektivi I punës sonë dhe ne do ja dalim. Pavarësisht nga rrethanat, po askush nuk mund të shkelmoj parimet themelore të zgjedhjeve të tjera të cilat u shkelen zbashku me vullnetin e qytetarëve shqiptarë në mënyrën më të pamëshirë. Në vijim Berisha shigjetoi edhe portën e Durrësit, të cilën e cilësoi si qendër të trafikut të kokainës në Europë dhe e lidhur direkt me eksponent të qeverisë. Ai përgëzoi antimafën italiane për ndërhyrjet e saj ndërsa shpreh vendosmërinë se opozita nuk do të njohë rezultatet në këtyre zgjedhjeve. Ndërkohë, duke kërkuar reagim kombëtar dhe ndërkombëtar për shkelje që sipas janë të dokumentuara dhe flagrante.